Në zemër të luginës së lumit të Slakofcit, rreth shpatëve të maleve të Kopaunikut, shtrihet fshati Cecili, i ndodhur rreth 14 kilometra në verilinja të Vushtres. Ky vend banimalor ruan histori të lashtë dhe dëshmohet që në emrin e tij. Sipas burimeve historike dhe studiosit Jusuf Osmani, emri Cecili lidhet me ekzistencën e një kishe mesitare të Shën Cecilis, e cila i shënonte popullsisë katolike të saj kohe në këtë zona minerare. Gjuhët e kësaj trashëgimie ruan Elsat përmes toponimit Logojtiqës. Gjatë shekullit të 18 dhe fillim të shekullit të 19, Cecilia ishte pronësi e Mahmud Begut të Vushtres, duke funksionuar si një çiklek e rëndësishëm i tij. Kthesa e madhe për fshatin erdhi dhe vritit 1820. Në këtë periudhë filloi edhe vendosja e banorëve të rinj në tokët e fshatit, të cilët ishin kryesisht nga fisi kasniqi, të ta u bën parasit e familjeve që firmojnë për thamën e fshatit edhe sot. Peshqëkët, të cilët u zhvendosën nga Majaci, Dizmakët që evën të Abestova dhe Mujlakët të cilët u vendosën nga Dëmica e Apreme. Interesant është fakti se familjet Peshqukët dhe Izmaku rrjedhin nga vllazëria e njohur si Mikaj. Më vonë, kësaj bashkësie të fisit kasniqi ju shtuan edhe Saitaj, e cilët erdhën nga Masia, ndërsa nga fisi Gashi, si muaxhetu të buan nga Toplica, u vendosën familjes Xheklova dhe Orlishta. Një nga gjevahetet e trashëgimisë kulturore të fshatit është shtëpia disa shekullore e Zymer Musniqit. Kjo ndërtesë e nglitur nga mjeshtri russin shqiptar pas çerën ndihmimit të Osman të gështuar me vlera tradicionale shqiptare, duke qëndruar si një monument rezistente dhe kulture me treve Vushtres. Lëvëm për historia katolike mesitare, epoka belerë, trashëgimia e fisëve shqiptare janë thurë në një identitet të vetë.